Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krashni Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Në fillim të vitit 2011, në kuadër të një reforme në sistemin e pagave për gjykatës dhe prokuror, organet shtetërore morën vendim që pagat e gjykatësve dhe prokurorëve të barazoheshin me pagat e kryeministrit dhe kabinetit qeveritar. Si rrjedhoi e kësaj, në vitin 2011, paga e kryetarit të gjykatës supreme, kryeprokurorit dhe kryetarit të gjykatës kushtetuese ishin barazuar me pagën e kryeministrit. Pagat e tjera ishin barazuar me ato të zëvendës kryeministrave, ministrave e zëvendës ministrave. 4 vite pas këtij vendimi, Drejtësia në Kosovë ka kuptuar se qeveria e Kosovës po planifikon që të zvogloj pagat e gjykatësve në raport me qeverinë e Kosovës. Këto ndryshime janë paraparë në draft ligjin për pagat e zyrtarëve shtetëror. Në këtë ligj është paraparë që paga e kryetarit të gjykatës supreme ta shetutje të mos jetë ekuivalente me atë të kryeministrit, ndërsa pagat e gjykatësve të jenë ekuivalente me ministra e zëvendës ministra. Kjo situatë ka ngjallur pakënaqësi tek zyrtarët e gjyqësorit. Salim Meka, kryetari i gjykatës së apelit, shpreh të habitur me iniciativën e qeverisë së Kosovës për t'i ulur pagat e gjyqësorit. Para çka kem kërkuar dhe çka kërkojmë është të realizohet ai parimi kushtetues i barazisë së pushteteve dhe ky duhet reflektojë edhe te ligji i pagave, do të thotë nuk ban diskriminohen gjyqtarët me ligjin për pagat në raport me pushtete të tjera, dhe ky draft përmban disa dispozita që cenojnë këtë barazi të gjyqësorit. Në cilat pika e cenon? E cenojnë në shumë aspekte, po unë po fokusohem aty ku gjyqtarët janë më shumë të indinjuar, është vendosja në një pozitë pa barabartë së pakut, edhe pse edhe prokuria është sistemi i drejtësisë të prokurisë me gjyqësorin, dhe kjo është një lloj provokimi që u është bërë gjyqtarëve, sepse nuk ka asnjë lloj logjike të vlerësohet pozita e një prokurorit më shumë se pozita e një gjyqtarit. Unë po flas për sistemet si sistemin përgjithësi. Pastaj në raport me pushtetet tjera, niveli më i ulët i koeficientit që është dhënë për gjyqtarët është në nivelin e çdo pushteti tjetër, qoftë parlamentit, qoftë ekzekutivit, do thotë për gjyqtarët është një nivel që nuk është i kategorizuar as një deputet, as një ministër, as një zëvendës ministër. Dhe kërkesa jonë është që këto pushtetet barazohen plotësisht. Ne kemi një numër të konsiderueshëm gjyqtarëve që punojnë në krime të rënda, kemi një numër të konsiderueshëm gjyqtarëve që punojnë në çështje shumë të ndjeshme, dhe ato të vlerësohen veçanërisht sepse edhe me ligjin për gjykatat është parashikuar mundësia e pagesës veçantë për gjyqtarët që punojnë në departamentet të krimeve të rënda. Ne kemi një gjykatë speciale që mendoj një prokuri speciale që merret me ndjekjen e rasteve të veçanta të kriminalitetit, po nuk kemi departamentet veçanta jashtë departamenteve të krimeve të rënda, dhe këta tash po degradohen në raport me prokurinë speciale, po edhe me prokurinë përgjithësi. Ato që e kemi pa na është edhe një diskrepancë midis pagës së kryetarit të gjykatës supreme edhe kryeministrit. Deri tash kryetari i gjykatës supreme ka pas pagën e kryeministrit, kryetari i gjykatës kushtetuese. Çka ka ndodhur tash me ul pagën? Pikërisht kjo ka ndodhur. Kryetari i gjykatës supreme është vendos një kategori më poshtë, me qëllim që të zhvendoset krejt sistemi gjyqësor një kategori më poshtë. Po projekt ligji për pagat rastësisht na ka rënë dorë si antar të Këshillit Gjyqësor dhe si gjyqtar gjykatës supreme, dhe kemi vrejt se ka një diskrepancë e jashtëzakonshme në mes të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe në mes të mbajtësve të pozitave tjera të cilat janë parapa me këtë ligj. Po çfarë diskrepancë ka? Po, konkretisht, diskrepanca kryesore është se kryetari i gjykatës supreme, si bartësi i funksionit më të lartë të sistemit gjyqësor, në fakt është degradu në krahasim me kryeprokurorin e shtetit dhe me kryeministrin si bartës të funksioneve të sistemeve tjera. Qysh po i vjen me ligjin e tanishëm që është të dashur me shku në kuvend
Kryetari i Gjykatës Supreme nuk ka më pas rrogën e njëjtë me kryeministrit? Jo, kryeministri, kryeprokurori i shtetit, kryesuesi i KGK-s dhe kryetari i parlamentit do ta kenë pagën e njëjtë, natyrisht edhe kryetari i Gjykatës Kushtetuese, ndërsa kryetari i Gjykatës Supreme në këtë rast nuk është vu në këtë rang, po është një rang më poshtë se këta persona. Po me kënd është fut kryetari i Gjykatës Supreme? Kryetari i Gjykatës Supreme është fut me avokatin e popullit, me zavendës kryetarin e kuvendit, me zavendës kryeministra, këto janë personat. Ligji më hershëm ka qenë që kryetari i Gjykatës Supreme e ka marrë rrogën e kryeministrit. Po. Çka ndodhi tash, pse mund ndru kjo? Nuk e di çka ka ndodhur, në fakt ne kemi dërguar si Këshill Gjyqësor, kemi pas një grup punues dhe kemi dërguar komentet tona, sepse nga Ministria e Administrimit Publik është kërkuar nga ne që të dërgojmë një skemë të hierarkisë gjyqësore dhe i kemi dërguar të gjitha këto që ka kërkuar, mirë po ata si duket fare nuk i kanë marrë parasysh të vërejtjet tona. Pra, sipas draftligjit të ri, paga e kryetarit të Gjykatës Supreme nuk do jetë ekuivalente me atë të kryeministrit, ndërsa në anën tjetër, paga e kryeprokurorit do jetë në nivel të njëjtë me atë të kryeministrit. Sipas ligjit, pagat nga kreu institucionit shkojnë duke ulur në nivele të ndryshme. Dhe sipas kësaj logjike, të gjithë prokurorët e shtetit do kenë paga më të larta se sa gjykatësit e nivelit të njëjtë. Me ka ju një kryetari të Gjykatës të Apelit dhe me këtë ligj keni me pas rrogën më të vogël se të kryeprokurorit të Apelit. Çish ju bën kjo muni? Më është e meriton. Pozita e kryeprokurorit të Apelit nuk është se është vlerësuar veçantë në raport me kryetarin e Gjykatës së Apelit, po është si refleksion i asaj se krejt pozita, po mendoj sistemi prokurorial është vlerësuar më shumë dhe kjo ka ardhur si pasojë e asaj. Nuk e di ide ku i ka qenë. Po e kuj do të ketë qenë, shifet se nuk ka shumë informacion dhe njohuri se si duhet të ndërtohet kjo barazie e këtyre subjekteve që kanë të njëjtin përgjithësi, të njëjtin rol. Zoti Meka jemi të folë për ligj, për hartim të ligjit. Qysh i është lënë dorë njerëzve të cilët nuk dinë çka janë të bë. Nuk i kanë informacionet që ju po i thonë çuni edhe bazike që funksionon sistemi. Unë nuk mund të them se nuk dinë çka kanë bë. Ata dinë se kanë bë, pse kanë bë, dhe çka kanë bë. Kjo është një çështje tjetër tash. Po këtu si duket dikush qëllimisht ka dashur me vendos sistemin gjyqësor në një pozitë që ose ti provokoj për një reagim, ose në qoftë se kalon, le të kalon çashtu se dikush në kuadër të këtyre grupeve që kanë punuar në hartimin e këtij ligjit ka dorë aty. Ne kemi sinjalizuar se pushtetet duhet të jenë barabarta dhe kjo është parim kushtetues. Ashtu edhe standard ndërkombëtar, këto s'mundet kërkush me mohues, nuk mundet kërkush me shkel, mundin përkohësisht me bë përpjekje dhe kjo është ka thënë pasojë që mos pajtime për uljen e pagave për zyrtarët e gjyqësorit, shpreh edhe gjykatësi i Gjykatës Supreme Avdi Dinaj. Ai thotë se gjykatësit e Supremes nuk do pranojnë vendime të tilla. Sipas tij, për gjyqësorin është e papranueshme që pagat të kenë dallim në këtë formë. Do të gjykatës me një propozim ligj Gjykatës Supreme po i bën pak më u zvogël rroga. Jo pak po shumë. Për të qenë anomalia më e madhe, pala në procedurë duhet ta ketë më të madhe rrogën të ardhat personale se sa vetë gjyqësori. Gjyqësori në kuptimin e ngushtë është vetëm gjykatat. Prokurorët hynë në organet ndjekëse. Kjo po i bën që pala në procedurë duhet me pas rrogën më të madhe se sa ai që vendos për çështjet konkrete. Po çu shpjegohet fakti që ju si gjyqtar i Gjykatës Supreme me këtë propozim, me këtë draft ligj keni me marr pagën më të vogël se të prokurorit të shtetit? A bëni punë më pak? A keni përgjegjësi më pak? Apo ç'është ndodh? Po dihet puna e përgjegjësisë. Ma përgjithësi ka ai që bën një propozim apo ai që vendos për çështjen konkrete. Po i bën që gjykatësi barra kryesore bën gjyqësor. Edhe nëse merrni më pak parë, çka po i bën kjo? Po i bën diskriminim.
I dëgjuam zyrtarët e gjykatave të Kosovës të kanë kohën se me draft ligjin e ri për pagat e buxhetit, pagat e tyre nuk do jenë të njëjta me ato të kryeministrit, ministrave e prokurorëve. Shqetësues në këtë rast është se gjatë hartimit të këtij draft ligji, Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ishte pyetur për metodën me të cilën do përcaktoheshin pagat e gjykatësve. Madje, zyrtarët e gjyqësorit na thanë se ekzistencën e këtij ligji e kanë marrë vesh në mënyrë klandestine. Zoti Meka, ju një antar i Këshillit Gjyqësor dhe kryetari i gjykatës të apelit, ku i keni pa draftet, ku keni marrë vesh për këto ndryshime? Draftet i kemi pa në mënyrë klandestine, nuk na e ndorëzua zyrtarisht. Sot Ministri i Administratës Publike tha se janë dhënë në diskutim publik, po këto kanë ardhur në mënyrë klandestine, nuk e di rrugën si kanë ardhur përmes e-mailit nga gjyqtarët, do thotë jo nga ata që kanë qenë përfshirë në çfarëdo mënyre në angazhimin e tyre për rregullimin e pozitës së pagave, kanë ardhur për gjyqtarëve që sigurisht përmes internetit apo në mënyrë tjetër kanë marrë kurrështi atyre që kanë marrë në këtë mënyrë. Na s'do të kishim po as sot. U bo një draft projekt ligjit, i cili për çudi rastësisht na ka rënë dorë neve. Çka bën kjo rastësisht? Se gjithë gjyqtarët po më thonë rastësisht na ka rënë dorë. Po kjo rastësisht do me thonë që ata që janë sponsorizues të ligjit nuk janë konsultuar me Këshillin Gjyqësor sa i përket nivelit edhe ku do të me qenë pagat e gjyqtarëve. Për shkak se nuk i di specifikat, çysh i dim na. Për këtë arsye unë në kërkesë të Ministrit të Administratës Publike i kam dërguar së bashku me një komision që u themeluan në kuadër të Këshillit Gjyqësor sa i përket kategorive dhe të gjyqtarëve sipas ligjeve. Mirë po për që di këto kategori janë përjashtuar në kuptimin e asaj që nuk janë përfshi specifikat që thash. Nuk janë përfshi Departamenti i Krimeve të Rënda, as të apelit, as gjykatave themelore, nuk janë përfshi nivelet tjera dhe janë met për shembull gjyqtarët e gjykatave themelore janë kategorizuar një kategori gjithë. Dhe kjo neve mund na shkakton një problem shumë të madh. Quaj divizionin për kundravajtje gjyqtari ka me pas pagën sikur ai në Departament Krimeve të Rënda. Edhe kjo mundet me shkaktu pasoja shumë të mëdha, kështu që sot së bashku me kryetarin e gjykatës së apelit Salim Meke dhe Hamdi Ibrahimin kem biseduar me ministrin Jaxhiglar, e ka kuptuar situatën. Ma në fund edhe kanë marrë obligim që gjitha këto mu fut në kategorinë e pagave, bas niveleve, kuptohet. Pa, ka pas në i shpjegim, kush ka marrë vendim kryetari i gjykatës supreme me i ul paga, edhe në hierarki gjithë gjyqtarëve tash me ardhë një nivel ku ka një disbalans, një ullje në pozitën e tyre. Ajo ka qenë edhe një, ta quaj, një mos kuptim të situatës, për shkak se zyrtarët e Ministrisë Administratës Publike që kanë përpilu ligjin thonë se i na bazun ligje. Mirë po, ligjet janë shumë të qarta, sa i përket interpretimit tonë, se ato spari kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës barazohet me kryeministrin edhe ato s'ka kurfar dilemë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, me ligjin për Këshillin Gjyqësor merr pagën e kryetarit të Gjykatës Supreme. Edhe për neve nuk ka dilemë. Po për që di kryetari i Gjykatës Supreme, këtë moment fillon ajo pabarazia mes pushteteve të quaj ashtu, po njëjtën kohë edhe mes Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor. Kryetari i Gjykatës kryesuesi i Këshillit Gjyqësor u fut me kryetarin e kuvendit, kryeministrin edhe këto nivele. Po për që di kryetari i Gjykatës Supreme u fut kategorinë me nën kryetar të kuvendit, zavens kryeministra, avokatin e popullit dhe kështu me radhë. Dhe kjo neve na prish balancin. Me këtë rregull që është shkruar këtë ligj, apo i bën që kryetari i Gjykatës Supreme ka me marrë rrogën më të vogël se të kryeprokurorit? Po, se kryeprokurori u hi në radhën e kryetarit të kuvendit edhe kryeministrit. Edhe këto është pabarazia e gjyqtarëve. Tani fillon kryeprokurori i apelit, u ngrit më shumë se kryetari i Gjykatës së Apelit. Edhe këto janë ato që në vazhdimsi kem thonë që duhet më bëni një ligj unik për pagat edhe të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pra Këshilli Gjyqësor i Kosovës, gjykatat dhe shoqata e gjykatësve nuk ishin pyetur për ndryshimet në pagat e reja të gjykatësve. Ministri i Administratës Publike Mahir Jaxhillar thotë se ligji tash është në diskutim publik dhe ai mund të ndryshohet. Megjithatë, Jaxhillar nuk ka përgjigje të saktë
nëse paga do rregullohen ashtu siç po kërkon gjyqësori. Ministër, ka një pakënaqësi për anës gjyqësore për shkak të ligjit, draftligjit të ri për pagat, nuk i ka rendit qysh ata kanë kërku disa pozitat gjyqtarëve dhe të kryetarëve të gjykatave. Po, na edhe ma përpara zhvilluam takime, edhe sot zhvilluam një takim, por gjithashtu na jemi bazuar edhe në ligjet ekzistuese. Por si do të qoftë, kjo është një draft dokument, i cili është përcel tash bashkë për atë qëllim që të shikohet cilat janë në mangësinë në ligj, të rregullojmë. Por gjithmonë duhet ta shikojmë edhe aspektin buxhetor, por edhe nivelizimi midis edhe fushave tjera. Nuk kështu që unë besoj që bas takimit sotshëm kjo çështje s'do të jetë dhe nuk do të jetë problem. Sidoqoftë, nëse në këto faza nuk mund të rregullohet një çështje, nuk jam thënë bashkë për këtë çështje, sepse mund me dalë edhe çështje tjera, janë edhe faza tjera para aprovimit në qeveri, në aprovim në qeveri edhe pas aprovimit në qeveri. Kryesore, Kosova, Republika e Kosovës ka nevojë për në ligj i cili nivelizon të gjithë paga edhe krijon një barazi në sistemin e pagave. Çish është marrë vendimi që kryetari i Gjykatës Supreme me pas pagën më të vogël se të kryeministrit? Unë thash, janë disa ligjet gjyqësore në sistemin gjyqësor, por gjithashtu është edhe sistemi i cili tash është zbatuar. Na jemi të shikuar të realizojmë edhe të bëjmë një klasifikimi i cili prap do konsultohet edhe do rregullohet. Për këto çështje biseduam edhe sot, besojmë që në ditët ardhshëm edhe në debate tjera do të gjejmë një gjuhë përbashkët. Ajo që po kritikohet prej anës gjyqësorit është fakti që gjykatësit e nivelit njëjtë kanë me marrë paga më të vogla se prokurorët e nivelit njëjtë. Ato nuk mujmë me paragjykuar, sepse derisa nuk aprovohet ligji edhe nuk shkrohet nga ana presidentjes, atëre janë procedurat diskutimeve publike edhe konsultimeve. Antarët Këshillit Gjyqësor dhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor na kanë thonë që faktin që ky ligj është bën këtë formë e kanë marrë vesh tek tash, tek masi është kry drafti. A ka pas konsultat më hershme me gjyqësorin për nivelin e pagave? Gjithmonë ka pas konsulta, edhe para 2-3 vjetë kur e kemi hartuar për pjesën e funksionarëve publike, prap do të bëjmë konsultime edhe do të shikojmë si mundemi me kriju një sistem i cili është unik për tërë buxhetin e Republikës Kosovës. Në këtë aspekt nuk është çështja vetëm te sistemi gjyqësor, na duhet ta mendojmë të krijojmë edhe për funksionarët publik, edhe sistemin gjyqësor, arsim, shëndetësi, shërbyesi civil, sistemi i sigurisë, forcat e sigurisë, kështu që janë shumë nivele ku duhet ta krijojmë një lidhje, por edhe raportet janë barabarta. Po thonë që tash është në diskutim publik ligji, a ka më ndryshu në atë formë që kryetari i Gjykatës Supreme më u barazu me kryeministrin, apo keni me vazhdu me majtë kështu që është në këtë draft që është ashtu? Jo, nuk më me paragjyku, edhe debatet publike janë për këto çështje, kur janë kërkesa ose arsyetime bazuara në fakte, atëherë sigurisht do të rregullohet në të aspekt. Prapë është qëllimi të kemi një sistem unifikume, duke vlerësuar punën edhe përgatitjen profesionale që tjetë duke bazuar edhe në veprimin ose në fushat ku veprohet, tjetë një farë mënyrë barabarësia. Po vazhdimisht deri tash e kem dëgjuar ministrin e drejtësisë i cili është krenu me faktin që kryetari i Gjykatës Supreme ka rrogën e kryeministrit. Çka është bërë që është ndru? Jo, në atë aspekt nuk ekzistojnë ndaj keq kuptim. Sigurisht edhe me këtë draftin janë një farë mënyrë janë rregulluar pagat, por në qoftë se kërkohet të bëhet, edhe ekzistojnë edhe bazat ligjore, por ekzistojnë edhe arsyetime mjaftueshme, besojmë që kjo çështje do të jetë pranueshme dhe do të përfshihet në ligj, por ligji është draft, edhe për ato ekzistojnë edhe debate edhe diskutimet publike që çështje të diskutabile të parafrohen edhe të bëhet një ligj edhe implementueshme, por edhe të jetë drejt. E dëgjuam çfarë na tha ministri i Administratës Publike Majer Jakxhellar. Sipas tij, ligji tash është në diskutim publik dhe ai mund të ndryshohet.
por çfarë do të ndodhë nëse kërkesat e gjyqësorit nuk do përfshihen në ligjin për pagat. A pritni mundru këto nene? Natyrisht që presim, sepse do të ketë pakënaqësi shumë të mëdha, me të drejtë, gjyqtarët do të shprehin pakënaqësinë e tyre dhe rrezikojmë që edhe të ndërpritet puna. Nëse s'ishin pa në këtë stad, a kanë mujtë mu miratu në këtë formë? Me siguri që ishin miratu, sepse them drejtën, deri më tani nuk kemi vrejt që askush është marrë shumë me çështjet e gjyqësorit. A keni me reagu si gjykatës nëse miratohet ky ligj, nëse ju bjen puna me marrë pagë më të vogël se sa atë? Po qyre, anomalia më e madhe është se Këshilli Gjyqësor është një servis i gjyqësorit. Kryetari i Gjykatës Supreme është ai që ban barrën e gjykatave. Ai që kryen servisin, shërbimet për gjyqësor, kryetari konkretisht i Gjykatës Supreme nuk është i barazuar me krye prokurorin, as me kryetarin e Këshillit Gjyqësor. Po, a e din këtë punë ata në ministri që po i bojnë këto ligje? A i dashtë me ditë? Pa me pas ditë, nëse s'ka ndonjë qëllim caktuar, me pas ditë, me siguri që kishme vepru kështu. Edhe ju po pajtoni apo jo me këtë punë? Asesi. Si mund është më pajtu, kur puna me letë paguat ma shumë se sa puna me rëndë. Po, a nuk janë të e ditë të në qeveri këtë punë, çka është të ndodhë? Unë nuk e di, ndoshta s'kan, nuk din se çka punojnë gjyqtarët. Po janë të po ligjë për pagat e gjyqtarëve? Është e pa shpjegueshme. Është e pa shpjegueshme ajo që ka po ndodhë. Çka ju ka thonë ministri? Ju sigurisht jeni ankuar me faktin që s'keni qenë të njoftuar për këtë çështje. Ministri ndoshta nuk ka pasaj ndaj shpjegim për arsyet se pse është vendos kryetari i Gjykatës Supreme me u zvoglu rroga, edhe gjithë hierarkisë me u zvoglu paga. Ministri ndoshta nuk është pjesëmarrës i drejt për drejt në hartimin e atij draftit, ajo është gjeti befasum sot kur ka pasur prokurorët janë të vlerësuar në mënyrë më të favorshme se gjyqtarët, dhe ka çfarë bën e tij se ajo diferencë nuk mund të ekzistojë, është e pa logjikshme dhe është në fund e pa lishme dhe jashtë kushtetutës. A pritni mu ndru kjo? Po, sigurisht. Zoti Beci, a pritni mu ndryshu këto rregulla? Unë shpresoj që po, për shkak se shumë mënyrë të qarta ja kena bërë dhe pej sotit çdo përpilim që ka më bën këtë ligj, domethënë sa i përket kush duhet me qenë, kemë rëmtimin se kanë më në aftu, vazhdimsi. Shikues të nderuar, 4 vite pas vendimit që pagat e zyrtarëve të gjyqësorit të jenë ekuivalente me ato të qeverisë së Kosovës, emisioni ynë ka identifikuar një iniciativë që pagat e gjyqësorit të zvogëlohen në krahasim me qeverinë. Zyrtarët e gjyqësorit, përfshirë kryesuesin e KGK-s Enver Pecin, kryetarin e Gjykatës së Apelit dhe antarin e KGK-s Salim Mekajn, antaren e KGK-s dhe Gjykatësin e Supremës Valdete Daka dhe Gjykatësin e Gjykatës Supreme Avdi Dinaj na thanë se gjyqësori nuk e pranon ligjin në këtë formë. Pritet të shihet se cilat do jenë veprimet e ardhshme, nëse pagat do nivelizohen apo ministria do e dorëzoj ligjin në këtë formë. Ne kaq kishim për sonte. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lëmë rubrikën Policia. Dhe deri të premten ardhshme, nga unë Kreshnik Gashi. Mos e shkelni ligjin.